Numërimi mbrapsht për fermerët e edicionit të dytë të Ferma Vep ka nisur. Tensioni dhe emocionet janë të pandalshme për 3 finalistët e shpallur tashmë. Por edhe për të 4 fermerët që ende luftojnë për një vend në finale. Në një garë të ashpër për të fituar çmimin e madh janë Erandi, Big Mama dhe Big Basta, që kanë siguruar një vend në finale. Ata kanë treguar forcë, guxim dhe strategji në çdo fazë të lojës. Bëni subscribe kanalin 5 Shorts për më të reja rreth showbizit vendor. Megjithatë, gara për të prekur finalen nuk ka përfunduar për 4 fermerët e tjerë të mbetur në lojë. Ylli, Andueli, Andrea dhe Elinara. Këta dy të fundit sonte do të kenë një përballje të fundit, ku është publiku ai që përmes votës vendos se cili prej tyre do të ndërpres përfundimisht mundësinë për të vijuar rrugtimin. Me vetëm 5 ditë të mbetura deri në përfundim të kësaj gare, tensioni është i lartë dhe askush nuk mund të parashikojë se kush do të jetë fitues i këtij edicioni. Në përpjekje për të mbajtur pozitat e tyre, fermerët kanë treguar një angazhim të jashtëzakonshëm.